Më shumë pacient po trajtohen jashtë shtetit se sa tek ne. Persona që u lënduan në zjarrin që shpërtheu në Koçan të dielën herët në mëngjes, shumica prej tyre janë dërguar për mjekim në vendet e jashtme, gjëgjësisht 101 persona, ndërsa në spitalet e vendit janë të hospitalizuar 78 pacient. Siç njoftoi ministri Arben Taravari, të gjithë pacientët e lënduar e kanë kaluar 72 orëshin, që ishte kritik për ta. Madje shtoi se prej qendrës klinike sot shohen në shtëpi 3 deri 4 pacient. Për 72 orë mbas tragjedisë së Koçanit, asnjë të vdekur prej këtyre të cilët e përjetuan këtë tragjedi. Për momentin në shtet të ne mjekohen afër 78 pacient, 65 janë në klinikat shtetërore dhe 12 janë apo 13 në klinikat private. 101 pacient janë jashtë shtetit. Mbas mbledhjes së shtabit të krizës në mëngjes, konstatuam se të gjithë pacientët fatmirësisht janë në gjendje relativisht stabile. Uroj dhe shpresoj që dal nga dal të nisim disa prej këtyre pacientëve të lëshohen në shtëpi. Mëtej ministri bëri me dije se sot bëhet transferi i fundit i pacientëve jashtë shtetit dhe ai do të jetë në Suedi, ku dërgohen 5 pacient dhe se nuk do të dërgohen më pacient të tjerë. Për viktimat e tragjedisë në Koçan, Taravari tha se në mjekësinë ligjore janë mbaruar të gjitha autopsit dhe varrimi i tyre do të bëhet në atë mënyrë që kanë kërkuar familjet, do të dërgohen në mënyrë private apo me organizim prej shtetit. Varrimi i 59 personave që ndërruan jetë është parapar të bëhet të njëjtën.